Ka përfunduar zgjerimi i rrugës së Radhimës fshat. Siç shihet edhe nga pamjet, segmenti rrugor i cili fillon nga rruga Vlorë Radhim Orikum dhe përfundon në qendër të fshatit është zgjeruar tashmë duke patur një gjerësi më të madhe se më parë. Vlen këtu të theksojmë faktin që prej disa muajsh është miratuar një projekt për rihabilitimin në total të këtij aksi me fondet e Bashkisë së Vlorës. Projekt ky i artuar në zyrën e urbanistikës. Projekti në fjalë parashikonte rehabilitim të segmentit rrugor dhe njëkohësisht asfaltim të tij, por përgjatë nisjes së punimeve, pasi po flasim për një projekt i cili është tenderuar dhe ka dalë edhe fituesi i realizimit të këtyre punimeve, ku ka nisur në terren edhe puna, është kërkuar nga banorët e zonës zgjerimi i rrugës, duke qenë se kemi të bëjmë me një rrugë e cila ndodhet në shpatin e kodrës së Radhimës. Banorët kanë kërkuar që rruga të ketë më tepër gjerësi, pasi mbetej tepër e vështirë qarkullimi me automjet në të. Për këtë arsye, është menduar që deri në zgjerimin e segmentit rrugor të mos nis aty rehabilitimi dhe asfaltimi i saj. Gjithashtu, për të realizuar një rrugë me të gjitha kushtet e kërkuara, edhe në përputhje të kërkesave të banorëve të zonës, hapi i radhës, i cili pritet të nisë zbatimi në të, do të jetë fortifikimi i barierave mbrojtëse anësore e rrugës. Çka do të thotë që një firmë tjetër, krahas asaj që ka fituar tenderin, do të realizojë betonizimin e pjesëve anësore të rrugës, për të bërë të mundur që segmenti rrugor mos të rrëshqas, duke u dëmtuar më pas dhe duke dalë jashtë funksionit. Por firma e cila do ta realizojë këtë punë, momentalisht po punon me kapacitet të plot për realizimin e projektit Lungomare 3, në të cilin duhet të realizohen sa më parë disa punë që aty të nisë asfaltimi i rrugës, që do të jetë edhe pjesë e Giro di Italia. Për këtë arsye, në rrugën e Radhimës, punimet janë ndërprer dhe pritet të nisin fillimisht me betonizimin e barierave anësore pas përfundimit të punimeve për Lungomare 3, kur ky segment do të jetë gati për asfaltim. Pritet që sipas informacioneve, punimet në total për rehabilitimin e rrugës së Radhimës fshat të përfundojnë brenda muajit maj.